Të dashur miq, ju përshëndes. Shpresoj që kjo ditë e bukur me diell dhe pse e ftohtë t'ju ke gjetur mirë. Në atë entuziazmin dhe atmosferën e kësaj feste, e kësaj mbrëmje të bukur që po afrohet, e mbrëmjes së fishekzarëve, çdo kush, pavarësisht të moshës, brenda vetes ka një fëmijë. Do dritë, do festë, do këngë, do muzikë. Dhe unë sot vendosa që nëpërmjet këtij video mesazhi, ose më saktë themi kësaj kartoline, se më pëlqen shumë fjala kartolinë. Edhe pse është një brez i gjithë që nuk e di se çfarë është, unë e shijoj shumë kohën e kartolinave. Sepse njerëzit nuk kanë nevojë për një mesazh standard që ta bësh copy paste dhe ta shpërndash tek të gjithë. Kartolina shpreh zemër, sepse është individuale dhe dërguar posaçërisht. Dhe si e tillë, unë më lejoni që t'ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri 2026, paçi çdo ditë shëndet. Bekime dhe begati në familjet tuaja. Paçi shumë, çfarë të dëshironi, sepse edhe pse nga mosha edhe kudo që jemi, të gjithë themi çdo na sjelli baba gjyshi i vitit të ri. Në këtë simbolik simpatike, edhe pse është pjesë e legjendës, unë kam dëshirë që baba gjyshi i vitit të ri të ekzistojë, por të vitë sjellë atë që me të vërtet dëshirojmë. Nuk uroj shumë. Në çdo tavolinë paçi një copë bukë, paçi një gotë verë, por qofshi plot në shpirt dhe në zemër. Të keni rreth vetes njerëzit e dashur si pasuria më e madhe që Zoti na ka dhënë. Dhe nuk ka pasuri më të madhe dhe urim më të bukur. Kështu gëzuar, të dashur miq, në këtë ditë feste, jo vetëm dhe në festat e tjera, gjithmonë kthejmë sytë dhe kërkojmë njerëzit që na mungojnë. Sepse, u a thash pak më lart, tavolina më e bukur është kur e ke gjithë njerëzit rreth vetes dhe jeni plot. Edhe një herë, duke kërkuar ndjes edhe për mesazhin e gjatë, paçi një vit të ri, plot bekime, gëzime, qoftë një vit feste. Gëzuar.